Perceptimi i qytetarëve për procesin zgjedhor është shumë i rëndësishëm. Shpeshherë i lihet vetëm sondazheve që kryhen nga kompani ndërkombëtare apo studimeve me fokus grupe që kryhen nga forcat politike. Në këtë rast, me një titull shumë signifikativ, Zalart është një projekt, drejtoreja e cilit është Aranita Brahaj, që siguron pikërisht matjen e këtij perceptimi. Perceptimi i cili më pas reflektohet edhe në një lloj stimulimi për denoncuar të gjithë rastet e shkeljeve ligjore. Jo vetëm për fat mirë në të zgjedhje do të ketë një strukturë tjetër, monitoruese dhe që ndihmon matjen e reagimit qytetar. Kam në studio ish kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zotin Kristaj Shkume. Mirëmbrëma zoti Kume. Mirëmbrëma. Përpara se të kuptojmë për çfarë bëhet fjalë, vetëm një insert i shkurtër, Zalart. Ligjeni. Përdorimi i administratës publike në fushatën elektorale dhe tentativa për të blerë votën janë dy nga problematikat themelore të denoncuara nga qytetarët në portalin Zalart. Në raportin e ndërmjetëm të publikuar pak ditë më parë nga ky portal, bëhen publike denoncimet për abuzime nga qytetarët, të cilët janë ndarë në 12 kategori shkeljesh. Për publikimin e këtij raporti janë bërë 200 denoncime nga vetë qytetarët. Numri kryesor i raportimeve ka të bëjë me raste të keqpërdorimit të administratës dhe sektorit publik me 44% të denoncimeve, apo thënë ndryshe, 98 qytetarë kanë denoncuar këtë shkelje. Në këtë raport thuhet se janë konstatuar raste të urdhëruara të prezencës së punonjësve të administratës në mitingje elektorale. Rasti më tipik është largimi nga vendi punës i bluzave të bardha për të qenë pjesë e takimeve elektorale në orarin e punës, por nuk mjaftohen me kaq. Pasi punonjësve të administratës i është kërkuar që të deklarojnë dhe të premtojnë paraprakisht votën e tyre si mundësi për të mbajtur vendin e punës. Blerja votës është një ndër problematikat e denoncuara nga vetë qytetarët në prag të mbajtjes së zgjedhjeve vendore të 21 qershorit. Kjo tentativë për të blerë votën kundrejt parave apo me shërbime dhe kundrejt interesave të drejtë për drejta është raportuar në 21 raste. Në njësitë e qeverisjes vendore, kur i kandidojnë krerët aktual, është denoncuar përdorimi i administratës publike. Edhe ndërhyrja e policisë është një tjetër shqetësim për qytetarët. Sipas raportit të ndërmjetëm të Zalart, një vend të posaçëm në raportimet e qytetarëve zën edhe njoftimi për tensione dhe parregullsi, sikurse është ndërhyrja apo prezenca e forcave të policisë së shtetit. Një tjetër denoncim është rekrutimi i 18 vjeçarëve në fushatën elektorale, duke tentuar të sigurojnë votën e atyre që për herë të parë do t'i drejtohen kutisë së votimit në 21 qershor. Se çfarë do thonë të gjetje dhe çfarë synohet deri të dielën që është dita e votimit, do të na tregoj pak më pas Aranita Brahaj, drejtoreja e projektit, por i shtohet Zalart edhe një projekt tjetër zoti Kume. Ose është pjesë, është pjesë e një zhvillimi të ri në kuadër të përgjegjësive që ka shoqëria civile për të monitoruar procesin zgjedhor, ato që shpesh emërtohet si vëzhguesit vendor. Kësaj radhe 7 organizata, mbrapa të cilave ka dhe partnerë të tjerë, organizata të tjera lokale, janë bërë bashkë me idenë që të mund të formulojnë në fund të gjës një opinion të përbashkët për atë se sa dhe si do të zbatohet ligji, si do të zhvillohet ky proces zgjedhor, sa ky proces zgjedhor do të mund të parafrohet me në të gjithë Shqipërinë, në të gjithë Shqipërinë, po me standardet gjithë pranuara për të konsideruar zgjedhje demokratike. Çfarë vlere kanë këto gjetje? Këto janë në fundit, ose synohet që këto të jenë pjesë e prurjeve të shoqërisë për të formësuar opinionet dhe idet për atë çfarë ndodhi dhe për të vlerësuar në fund fare të gjithë procesin. Duke e ballafaquar këtë proces me standardet që ai duhet të realizoj për të konsideruar zgjedhja si zgjedhje demokratike, zgjedhje siç bëhet në vendet me demokraci të zhvilluar. Nuk se është, me këtë që po them, diçka ndryshe nga ajo që është bërë e re në deklarim, por në mënyrën të organizuarit dhe në synimin e asaj që ka marrë parasysh gjithë kjo iniciativë, ka diçka të re. Dhe e reja që ndronë në faktin që, ose synohet që të realizohet diçka e re, në faktin që ne do të bëjmë përpjekje që jo vetëm në formulimin e opinioneve tona dhe konsideratat tona për procesin zgjedhor, të marrim në konsiderat gjithë prurjet e
vëzhguesve vendor që organizohen si të tillë nga organizatat të shoqërisë civile, por edhe zërin e qytetarëve për opinionet, mendimet e tyre se si dhe në çfarë mënyre ata që kanë detyrën për të zbatuar në fazat të ndryshme procesin zgjedhor, dhe këtu kemi parasysh administratën zgjedhore, garusit, partitë politike, kandidatët, e kështu me radhë do të zbatojnë kërkesat e ligjit zgjedhor. Dhe pas kësaja, ajo që synohet në fund fare, është të përgatitet një raport vlerësues i këtij procesi zgjedhor, i cili të japi një informacion sa më real, objektiv dhe të sintetizuar për atë që konsiderohet ose thirret ndryshe integriteti i procesit zgjedhor. Ka një metodologji që ne jemi duke përpunuar, partnerët të dhomës zgjedhore janë duke përpunuar këtë metodologji, e cila në krye të herës ka si objektiv të saj marrjen në konsiderat të prurjeve të gjithëve përveç prurjeve që vijnë nga garusit dhe forcat politike. Pra të gjithë pjesës të shoqërisë që nuk ka prerje direkte ose interesat direkte në këtë kuptim në garë, nuk është pjesë e garës. Që do të thotë që vëmendja e dhomës zgjedhore në llogaritjen dhe pastaj vlerësimin e indeksit të integritetit të zgjedhjeve do të përqendrohet jo vetëm në ato çka partnerët e kësaj dhome do të prodhojnë si rezultati i procesit të vëzhgimit dhe monitorimit të zgjedhjeve, por të gjithë organizatat e tjera do të prodhojnë dhe do të raportojnë si të tillë. Si të tillë. Pra është një qëndërzim, le të themi, i informacionit që do të vinë nga aktorë të ndryshëm që do të jenë në survejim. Aranita, deri më tani ju keni funksionuar, Zalart ka funksionuar dhe në zgjedhjet e përgjithshme, keni një përvojë të akumuluar. Si duket situata deri më tani në këtë zgjedhje? Është folur për një fushat të qetë në dukje, pak më të ndryshme se herët e tjera. Kemi hyrë ke java finale e zgjedhjeve dhe java finale ka karakteristika krejt të tjera nga fillimi i fushatës, nga javët e para të saj. Nga momenti që po përgatitej nga stafi juaj elementi mbi raportet kryesore gjatë 3 javëve të para të fushatës dhe deri në momentin që jemi ulur për të biseduar në tryezë, situata ka precipituar me raportime të një karakteri krejt tjetër. Zgjedhjet filluan, ose më saktë fushata filloi me raportime për tentativa të palishme për të korruptuar votën e maturantëve, me përdorimin abuziv të sektorit publik dukshëm qartë dhe me mënyrë të qëllimshme, me tensione dhe në disa zona të cilat kemi parë dhe forca speciale të rendin, të vrapojnë, të nxitojnë, me një prezencë të theksuar që ndoshta nuk e kishim parë në zonat më hershme, dhe sot jemi në një pasdite në të cilën kemi pasur të paktën 3-4 ngjarje të rënda të përplasjeve të dhunshme mes palëve dhe shumë herët po të mendosh që jemi 6 apo 7 ditë përpara procesit të votimit. Çfarë po ndodh? Raportohen nga Kuksi ngjarje në mitingje elektorale ku palët kanë qelluar njëra tjetrën, kanë qelluar me sende të forta dhe pastaj janë konfrontuar fizikisht. Raportohen 2 ngjarje nga rrethi Pukës në 2 bashki, qoftë fusharë si zona e Ballës dhe qoftë qendra e qytetit të Pukës, që është bashkia e Pukës, dhe ky është rasti i dytë i përsëritur brenda javëve të fushatës, dhe kemi dhe momente të tjera që vijnë nga Peqini, nga Kolonja, pra nga zona të cilat edhe nuk ishim në një perceptim për tensione dhe përplasje fizike. Dhe të gjitha këto në harkun e 10 orëve apo 15 orëve. Do dhe midis militantëve, midis kandidatëve. Subjektet të përfshira në proces elektoral kanë qenë subjekte të sulmuara. Në një rast është një kryetar komune në detyrë eksponenti një partie politike, në një rast tjetër janë 2 shtabe elektorale, në një rast tjetër është kandidati i cili është sulmuar nga një person i pa identifikuar dhe jo fort i identifikuar politikisht, dhe më pas këtij personi është bërë ky vet objekti një sulmi fizik, dhe çfarë ndodh, çfarë është karakteristika? Vinë me foto, raportohen, jo vetëm në Zalart që është një platformë e hapur dhe qytetari ka mundësi të raportojë edhe si anonim, por edhe me emër, dhe ne kemi qytetarë që kanë kurajon të nxjerrin dhe emrin e tyre, raportohet nga selit e partive politike, por jo në të gjitha rastet kemi denoncimet mirëfillta në polici apo rastet të hetuara dhe të proceduara. Kjo tregon që 7 ditë përpara fushatës kemi përplasje fizike përveç defekteve të mëdha, të cilat shprehen edhe në zona të lokalizuara apo edhe në një shtrirje pak më të gjerë, dhe presim një situatë për cilën shpresojmë që të paktën konfrontimet fizike të mos jenë aq problematike sa qytetari ta ndjej veten në një presion pak më të një situate më jashtë kontrollit, përveç pjesës e administrimit ose pjesës së vullnetit politik i cili duket që ka defekte dhe është deri diku i nën presion dhe nën kërkesën për të poseduar dhe për të influuar nga... Lëbonja?
Po jo, një gjë, do më në juve keni informacion nga njerëzit tuaj, apo nga njerëzit i ftoni njerëzit ju informojnë juve? Metodologjia është e tillë, zoti Lubonja. Ne kemi një platformë të hapur e cila funksionon për herë të dytë në Shqipëri, ka funksionuar dhe në vitin 2013, por është një model i njohur botërisht dhe që është përdorur dhe në vende me demokraci të zhvilluara si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe në vende me konflikte të forta zgjedhore dhe problematika të administrimit. Ne kemi ftuar qytetarët përmes aplikacionit Zalart ose përmes website-it të raportojnë. Raportimet bëhen lehtësisht pasi teknologjia t'jep mundësi të bësh raportim duke lokalizuar vendin, duke dhënë një foto dhe një video, dhe më pas është një përfaqësi, një redaksi ad hoc, e cila punon në zona caktuara për të bërë një verifikim mediatik të këtij lajmi ose të këtij informacioni dhe për ta markuar si të verifikuar. Kur ngjarjet vinë me foto dhe me video, siç ishte rasti i fundit i incidentit të para disa orëve në qytetin e Pukës, ngjarjet kanë një karakteristikë që të paktën faktin, dhunën, tensionin e dëshmojnë vetë. Më pas, situata ngelet aty për të bërë presion ndaj institucioneve që duhet verifikojnë më tej, ose duhet të ndërhyjnë qoftë edhe për të reaguar, për të rregulluar një situatë ose dhe procesi tjetër është që janë vëzhgues më të certifikuar, më të trajnuar, të cilët pasi marrin sinjal nga kjo platformë qytetare, mund të shkojnë dhe të bëjnë proces verbalet e tyre. Po për shembull, për blerje vote, si e merrni ju informacionin? Dua të them që deri tani kemi pasur raportime të karakterit tentativ për blerje vote, më shumë se sa tentativa për ta bler kundrejt shumave, tentativa për ta bler kundrejt vendeve të punës ose kundrejt premtimeve për ta mbajtur një vend pune ose për të përfituar disa interesa, nuk kanë qenë raste tipike edhe për një arsye sepse blerja e votës është një fenomen që konkretizohet në ditët e fundit përpara ditës së votimit. Në orët e fundit para ditës së votimit. Nga eksperienca e 2013-s, presim që orët e fundit përpara të shtunës dhe të dielës të jenë ankand. Po pse prisni ju se blerja e votës ka një problem që bëhet më tipike, më e dukshme. Ai që blen nuk e tregon. Domethënë këtë nuk di se kjo si mund të investigohet, domethënë si mund të matet, sepse për shembull në qoftë se është i përhapur si fenomen, siç thuhet, siç kemi dëgjuar, mua më shqetëson një gjë tjetër dhe ju keni pasur pak sinjalizime siç lexova. 21 nuk janë pak, sepse 21 sinjalizime relativisht pak, më duken. Atëherë shqetësimi është se domthon ka pak që denoncojnë dhe shumë që e blejnë edhe nuk të denoncojnë se marrin lekët. Dhe si mund bëhet një vlerësim në të një rasti vetëm, ai tregon fenomeni dhe fenomeni nuk është me një element të caktuar ose të vetëm. Problematika e blerjes së votës është që nuk janë kaq të kufizuar në zona larg Tiranës ose për ta blerë dhe për ta shitur dhe për ta ofruar ndonjëherë. Por problemi është që çfarëdo lloj vërtetimi që t'i bëjë qytetari thjesht, qoftë duke raportuar me ato listat që nëpër administrat janë vendosur sa vota ka secili, në ato kontratat e punës ku afati është shënuar me laps dhe këto janë raportuar në Zalart, gjithmonë do të ketë hije dyshimi sa kohë që një institucion i rëndësishëm për hetimin dhe investigimin e çështjeve nuk do të jetë investiguar me integritet dhe me profesionalizëm për ta verifikuar dhe për ta faktuar, ndoshta dhe për t'i zbrapsur rast pas rasti subjektet që e konsumojnë këtë lloj. Për mua, Lubonja ka një merak dhe një të drejtë të madhe. Krijohet përshtypja sikur pjesa jo politike Zalart. Është një gjetje. Të krijohet përshtypja sikur ka arritur që të ndërtojë mekanizmin që të mund ta masi. Ta identifikoj ta masi një gjë të tillë dhe pastaj edhe të thotë që po, ishte kaq ose aq frekuente dhe kaq e aq ajo ndikon në të emërtuarit, në rezultat në të emërtuarit e procesit sa afër një procesi demokratik apo jo. Për mua, vetë kjo pyetje përmban dhe vlerësimin për suksesin e gjës. Që do të thotë, asnjëherë nuk mund të pretendohet se nëpërmjet kësaj mënyre të arrihet vërtet të identifikohet kush dhe sa. Po, qoftë edhe me raste të shkëputura, siç mund të thuhet 10, 20, 30, nuk ka rëndësi, ajo që prodhohet më shumë është presioni qytetar që bëhet për formimin e asaj atmosfere e cila do ta bëj
do të prodhoj presionin ndaj atyre të cilët e kërkojnë ta bëjnë këtë gjë, pra atyre që e kërkojnë votën ta blejnë, dhe ndaj atyre që e blejnë votën. Pra, nuk jam për atë që nëpërmjet kësaj gjetje, nëpërmjet kësaj rrugë ne do arrim të vlerësojmë sa frekuent ishte. Është e pamundur. Produkti më i rëndësishëm i gjithë kësaja është presioni që ajo realizon si të tillë në përgjithësi në shoqëri. Duke u denoncuar, duke u publikuar. Duke u denoncuar, dy raste, edhe tre raste. Dhe pyetja që bëni juve, është tamam në shërbim të kësaj, të këtij objektivi, mendoj unë, që realizohet për këtë gjë. Se dhe verifikimi nuk e di sa i besueshëm është. Absolutisht edhe verifikimi unë do doja. Kush të thotë që e mbleva dhe kush të thotë që ja mbleva. Ja, prandaj po pyes Serenity. Ne nuk kemi prokuror dhe po ble dhe po ushit është vepër që dënohesh. është shumë dënohesh, kështu që natyrisht që kush të gjithë dha fshehin. Nuk jemi hetues ose magjistrat për të bërë atë verifikimin faktik të cilën palët thonë gjykata flet fjalën e fundit. Por është një redaksi e krijuar me shumë integritet, e krijuar në këto 3 vite pak nga pak duke u trajnuar, duke zgjedhur ndoshta edhe gazetar apo aktivistë të rinj nga më të mirët në terrene. Natyrisht është përdorur dhe mundësia për të gjetur element të kundërt brenda një zone, pra për të zgjedhur 2 ose 3 gazetarë të cilët edhe bindshëm kanë vullnete të kundërta politike ose janë neutral në bindjet e tyre dhe për t'i vendosur të 3 në investigimin e një rasti shumë tipik. Por ajo çka më bën përshtypje mua është që ne gjithmonë kemi një skepticizëm ndaj gjërave që thuhen nga media, nga gazetari dhe duket sikur janë. Por sot, për shembull, në verifikimin e orëve të pasdites, unë dhe kolegja ime, kur kemi dërguar njerëz për të investiguar dhe për t'i takuar nga afër këto subjekte të dhunuar ose të sulmuar, pyetja që kemi kërkuar t'ju bëhet është për rastin në fjalë, në të cilin janë vënë dhe foto, ka dhe raste shumë të dukshme të dhunës. A është bërë denoncim në polici dhe përveç rastit Pukës, ku policia është ndodhur aty dhe ka punuar gjatë për ta neutralizuar situatën e tensionit, të gjitha ngjarjet e tjera nuk janë as pak të referuara në polici. Është qartë. Madje policia ka bërë një deklaratë që nuk lidhet me fushatën, ajo që ka ndodhur. Njerëzit nuk do të ndiqshin ose do të mas 3 javësh fushat, 2 javë gjys. Kush është problemi i madh? Problemi më i madh është që zgjedhjet ka një tendencë për ta deformuar vullnetin politik, përmes presioneve dhe shitjes, disa nga... Edhe kjo është indeksi sa kompromenton, jeni gjendje thoni sa kompromentohet procesi zgjedhor nga këto... Më falni, zoti Betja, në qoftë se në 2013 u raportuan 3 fshatra të cilët shisin në mënyrë masive votën dhe u kalkulua dhe çmimi dhe gjithçka, atëherë sa prodhuan këta? Prodhuan 1 apo 2 deputet? Pra, sa mund ta vërtetoni? Kush e vërtetoi? Kush ishte ai institucioni? Jo, jeni në gjendje thoni deri diku sa kompromenton, rënd, mesëm, pak. Rënd, sepse konflikte që kanë filluar sot janë konflikte për zona influence. Palët po kuptojnë kë ka bler ose kë ka bindur pala tjetër dhe këtu fillon tensioni sepse dikush ka bindur palën që ai e ka kalkuluar si votues të tij. Unë isha dje në Krujë. Edhe fola me njerëzit. Doja pirë kafe atje. Edhe më bëri përshtypje diçka. Ishin më shumë se një njeri, disa, nga ta që takova, se ndajta pak gjatë aty, që më thanë diçka që këta të PS-s kanë vënë një të fortë, nuk e di se ka emrin ai, i Krujës. Ka qenë deputet tani, e ka denoncuar dhe PD-ja si. Dhe më thanë këta ishin qytetarë krutan. Dhe më thanë, dhe këta të PD-s, duke ditë se a i shumë i fort, dhe nuk i ditë në e krutan qytetarë, kanë qëtë dhe këta një të fort ande nga mamura, që a thunë mana nga ne, dhe që të balancohet. Dhe këtu, ky është problemi i mathë, që pra ky ka të fortet e vetë, a i ka të fortet e vetë, dhe nuk e di se ju keni dhe ankesa lidhur me këta të fortet paka shumë, apo se keni këtë në spektrin e atyre. Jo, kërkesa ka edhe integriteti kandidatëve ose element dukshëm të papranueshëm kanë qenë një kërkesë për të raportuar, por nuk është se kjo ka qenë në fokusin e gjerë të qytetarëve. Qytetarët kanë raportuar më shumë problematika që kanë ndodhur me presione që ata i kanë ndjerë drejt për drejt, perceptimi për kandidatin nuk ka qenë shumë në...
Pra ndoshta dhe qytetari shqiptare ka humbur të drejtën ose aftësinë për qenë kritik në Se më duke rëndësishëm, kemi patur një rast shumë tipik dhe ndoshta po ndroj pak temë, nga të rinj të 2-3 zonave shumë interesante, të cilët kishin vërejtje për mënyrën se si ishin zgjedhur kandidatët e partisë së tyre. Kjo kryesisht në trajnime që ne kemi bërë me vullnetarë që dëshironin të trajnoheshin. Pra, mendonin që do duhet të ndryshoj ligjit e ashmë për detyruar partitë të zgjedhin me një lloj konkurimi kandidatin lokal përpara se ta vendos kryetari, dhe këtu kishte një shprehje mosbesimi dhe një kontekst negativiteti ndaj mënyrës se si, por nuk ka pasur raportime për karakteristikat. Ka pasur një element që në disa zona të caktuara është vënë re dhe prezenca e forcës së policisë, dhe qytetarët e kanë përligjur këto me faktin që kandidatët janë element të cilët e sjellin si domosdoshmëri prezencën e forcave policore për të pasur një situatë në kontroll. Dhe një pyetje tjetër, përpara së parasysh keni qenë në zgjedhjet e kaluara. Krahasim me zgjedhjet e kaluara, si është tendenca për më keq apo për më mirë nga raportimet? Në disa zona ka tension edhe më shumë se sa në zgjedhjet e mëhershme. Shikohen më të tensionuara zonat ku rikandidojnë kryetarët aktual të bashkive. Aty ka pasur dhe më shumë presione, aty njerëzit janë ndjerë. Po, ku rikandidojnë ata që kanë qenë kryetar në 4 vitet e fundit dhe rishfaqen me të njëjtën forcë politike ose ka politik, ose duke ka përcyer tek një krah tjetër politik. Një pyetje kam, sa është raporti i atyri denoncon të ju dhe atyri denoncon prokurori? Edhe juve, keni marrëdhënie në prokurorinë me këto që merrni? Ne përpiqemi që të gjitha këto raportet ndërmjetme ose raportet e thjeshta të cilat dërgohen me një listë emailësh dhe besoj në zyrën të jenë edhe për zyrën e shtypit të, jo vetëm të institucionit që duhet të nisë kryesisht hetimet ose rast pas rasti hetimet, por edhe të institucioneve siç mund të jetë Ministria e Arsimit, Ministria e Linjës për një detaj tjetër. Kjo është një element korrektësie, ndoshta jo e pritshmërisë. Zoti Kume, ju keni qenë drejtuesi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, keni kaluar zgjedhjet edhe duke qenë në krye të institucionit që administron dhe i certifikon, por në kaq vite edhe në cilësinë e një vëzhguesi të kualifikuar. Juve si ju duket ky moment zgjedhor? Po ti referohesh asaj çka po bëhet në terren poshtë dhe jo nëpër media, se çfarë del në media. Unë do thoshja se nuk se ndodhemi përpara një situate ku procesi zgjedhor është duke u agravuar në kuptimin që para thot një proces të vështirë. Referoni në terrenit? Në terren, po. Në media përcjell diçka më ndryshe. Qoftë edhe kjo këtu. Është fushat me regjia, jo e medias. E jo na jo, po? Jo, edhe kjo që ne themi këtu sot. Kush na ndjek tashti, nga çfarë dëgjon thotë, çu bukër ka. Diku rrihen, diku bëhet, pra krijon një tjetër sensibilitet, i cili për mua është i nevojshëm për të bërë, sepse si i tillë unë e shoh si parandalues. Kurse në të shumtën e vetë, fushata elektorale nuk është duke u zhvilluar me tonet e egra. Natyrisht nuk është një fushat tipike dhe karakteristike e zgjedhjeve lokale. Është një fushat që ka ngarkesa dhe të përbashkëta dhe të përbashkëta me zgjedhjet e përgjithshme. Shumë tepër kjo forcohet bile në mënyrën se si përcillet nëpërmjet mediave kjo fushat. E forcon akoma më tepër pikërisht këtë lloj perceptimi që ngarkesa politike është shumë e madhe se sa ç'duhet të ishte në rastet e një fushate që në fundit është për të zgjedhur administratorët lokal. Kjo pse pothuajse që të gjithë mediat shumë vend i lënë liderëve, drejtuesve të forcave politike dhe natyrisht drejtuesve të forcave politike më shumë se sa mund të tregojnë se çfarë do të bëj i zgjedhur nesër në nivelin e njësisë vendore, ata proklamojnë, flasin për vizionin e tyre, për mënyrën e të bërit politik, për alternativën politike të tyre. Ndërkohë, e ndjeni më shumë këto zgjedhje lokale krahasuar me tjerat? Po ka. Apo sjellje tipike? Jo. Apo atipike? Edhe në zgjedhjet e kaluara të 2011-s, e njëjta gjë ka qenë. Kryetarët e partive të njëjtë tip fushate elektorale bëjnë. Dhe është natyrën e tyre. S'ka pse t'ju kërkojmë të bëjnë tjetër, ndryshe. Ajo që unë isha duke thënë është fakti që e përcjell tek publiku nëpërmjet mediave, pesha që zën ose vendi që zën në fushatën elektorale drejtuesit e tyre është shumë e madhe se sa vendi që ju lihet vetë kandidatëve. Ndërkohë kur
mos harrojmë, kush ka qenë dhe kush ka marrë pjesë në aktivitetet të fushatës elektorale, në të cilat thirren dhe e realizojnë atë vetë kandidatët, është tjetër natyrë, është tjetër gjë. Nuk është pak dhe rrallë të ndodhi që kandidatët tjenë ata që të flasin më shumë për politikat e mëdhaja se sa është shumë frekuente fakti që flasin për projektet, për mënyra se si ato do të qeverisin, çfarë do bëjnë, çfarë nuk do bëjnë e tjerë. Pra, për mua, e parë si e tillë e gjithë fushata nuk se është duke formësuar të paktën në perceptimin tim, ideja e asaj që mund të ndodhemi nesër përpara një situate e cila le ta quajmë, në thonjë sa dali jashtë kontrollit. Okej, dhe një pyetje, Lubonja, ke pyetje? Jo, si pyetje dhe si vëzhgim, sepse domethënë kjo bisedë ngacmon edhe përvojat që kemi edhe mendimet. Një gjë tjetër që kam dëgjuar unë nga njerëzit si shqetësim i fushatës elektorale është uzurpimi i hapësirave publike me këta flamujtë me këto gjërat. Domethënë, shkosh në rrugës të Elbasanit është mbushur kuq e Elmavi, pastaj ca PD-s kështu dhe kam dëgjuar, domethënë edhe për sherre në kuptimin e asaj që vën flamurët, vën flamurin këtu, zvën flamurin këtu, domethënë ndërkohë që ky është një shqetësim, nuk e di se a e keni se keni, shqetësimi i të gjithëve në kuptimin që kjo është hapësira ime publike, nuk dua që të ma vër ky kësaj partisë pas ky kësaj partisë tjetër mundësisht. Bile se s'jam me asnjërin parti si dua fare. Këto flamujtë është një qesharake kjo. Edhe sepse është një si luftë me flamuj. Me kush ka më shumë, ai do marr vota më shumë dhe prandaj vrapojnë që kush të vërë më shumë. Nuk e di a i keni këtë shqetësim, apo nuk ka sensibilitet nga njerëzit për këto. Jo, është raportuar. Ba kanë thënë njerëz. Tek ne ka ardhur si raportim madje ke shpenzimet egzageruara, që ishte një nga 12 kategoritë e propozuara për raportim, dhe qytetarët perceptonin që s'është e nevojshme as pak në një zonë të varfër ku bëjnë garë dy kandidat ose dy kandidate të sjellin kaq shumë banderola dhe flamuj, kur njerëzit fare thjesht mendojnë që sa fatura dritash dhe sa mirëqenie për familje të skamjes ka kjo kosto elektorale. Unë do mendoj, do me thënë që përveç se ka të bëj me shpenzime elektorale të egzageruara, kjo ka të bëj dhe me një mungesë emancipimi dhe kulture elektorale, sepse as kandidatët vetë nuk e kanë vlerësuar qartë dhe bukur se çfarë sjell një flamur, a ka nevojë elektorati të shoh flamuj dhe të ngrihet pesh nga ngjyra dhe sigla e flamurit, apo ka nevojë të dëgjoj, apo të kuptoj, apo të lidh një kontratë, qoftë për interesat ngushta ose qoftë për interesat gjëra dhe afatgjata me personin që ai tenton të votoj. Mund të them që nuk ka qenë një fushatë përgatitur mirë as në kontekstin e programeve, madje mund të them që vetë forumet rinore që shpeshherë janë bërë pjesë e Zalart, e kanë shprehur dhe e kanë raportuar këtë, është perceptuar jashtëzakonisht as pak e kulturuar prezenca e ministrave në disa ambiente që janë mirëfilli sektor publik dhe sektori shërbimit publik, është perceptuar i gabuar dhe një stil i harreshëm i ministrave që i kemi parë me veshje etnografike dhe me festa etnografike, deri diku pa sjell ndonjë mesazh realist se çdonte prezenca e tyre në zona caktuara, por mund të them që fushata ka qenë shumë diverse, disa palë kanë dashur të krijojnë mirëfilli zona influence, disa t'i mbajnë zonat e influencës, nuk ka pasur programe, dhe mos themi pastaj që ka dhe kandidat që premisa e tyre kryesore është që ne jemi politika jo tipike, ose politika ndryshe, ose politika pro-qytetarit. Ke ndonjë pyetje Brita? Lubonja? Atëherë zoti Kume edhe për ta përmbyllur, po të ishit sot në krye të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, do të ndiheshit komod? Po, me atë që po shihni, Patjetër do të ndihesha shumë komod, situatat kur unë kam drejtuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve as mund të krahasohen me këto që janë sot. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka një produkt të arir në dorë për ta zbatuar, që është kodi zgjedhor, është një produkt legjislativ goxha i mirë, vjen me një përvojë goxha të madhe, natyrisht pas kaq vjetëve procese të përsëritura me aktor pothuajse të njëjtë, të cilët pak ndryshojnë dhe në sjelljen e tyre. Pak ndryshojnë. Duket se nuk e kontrollon dot. Financimin e partive Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me ligj duhet ta kontrollojë jo vetëm për fushatat, por gjithë financimin, sepse është institucioni që ka detyrën që të monitorojë, të auditoj
të auditoj gjithë shpenzimet për fushatë, por edhe gjithë burimet e financimit të partive politike që vinë si produkti veprimit të ligjit për financimin e partive politike. Por, ndërkohë, këtë nuk do doja të isha unë në vendin e kolegëve që janë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, sepse mundësit që ka ky institucion për të realizuar këtë detyrim ligjor janë vërtet shumë të kufizuara. Bilet nga ndonjë janë kaq të kufizuara sa mund të arrijnë deri në nivele qesharake. Ligji nuk është i mjaftueshëm. Ligji dhe zbatimi i ligjit, që do të thotë se ligji nuk ka pse të thotë të gjitha gjërat. Në ligji nuk ka pse të thotë që duhet kaq pare për të paguar kaq audit. Ligji thotë auditet dhe pas auditëve janë parat. Ndërkohë zbatimi shpesh ka vënë Komisioni Qendror të Zgjedhjeve përpara vështirësie për të paguar auditet deri këtu. Pra, në këtë kuptim nuk do doja, por ama referuar përvojave të arritura deri sot, dhe asaj çka unë po shoh dhe po ndjej në punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, vërtet, do thosha që nuk është se është një ndër pozicionet më të vështira për tu administruar si e tillë. E rëndësishme është, dhe kjo është duke u vëzhguar si e tillë, që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në të shumtën e vendimmarrjes së tij të deri tashtishme, paktën, ka arritur të realizojë këtë me dakordsinë e palëve, të gjithë palëve. Natyrisht ka patur edhe pozita të vështira në të cilën i është dashur këtij komisioni të marrë vendime, siç ishte vendime të guximshme që ka përzihen ligjin, por që sillnin prurje shumë pozitive për procesin, siç ishte vendimi për numërusit. Pra, si kur t'isha, ose po t'isha nuk do thosha pse jam. Ju uroj sukses atyre që janë sot dhe janë të paktën deri sot ata janë duke bërë shumë mirë punën për mendimin tim. Arenita, një apel të fundit. Zalart, me do zërin doja lart, që publikun e ke qytetarët përballë. të paktën të drejtën për ta thënë të vërtetën ta ushtronin dhe të raportonin sa më shumë ngjarje të cilat në një farë mënyrë të paktën atë adresimin e problemeve edhe me zona, me lokalitete do ta bënin, ashtu sikurse do na ndihmonin që të mbanim atë hartën dhe në 2 vitet e ardhshme online dhe të tregojmë kush ishin defektet, problemet dhe pse jo. Ku të shkruajnë, Arenita? Zalart, duke klikuar Zalart, qoftë në aplikacion mobile del një app shumë i mirë për të përdorur nga çdo telefon Android dhe qoftë në website zalart.al ne jemi gjithmonë hapësira. Por ata që janë në moshë dhe nuk mbajnë as celular as internet as çfarë mënyrë kanë për t'ju arritur? Atëherë në Facebook ose do ndjekin juve? Na ndjekin neve, dakord. Unë falenderoj Arenita Braun, falenderoj Zotin Kume, është kënaqësi që ju kisha në studio, qoftë edhe një mundësi për të qenë më në kontakt me publikun lidhur me atë problematikë që prek drejt për drejt. Lëbonja Beti Hashimi nesër në 21:05 pasqyra elektorale, fushata për zgjedhjet vendore të dielën votohet. Shikim kënd që në Dragon Channel.